Shqipëria është renditur në vend të parë në botë për qëndrueshmërinë në sektorin energjetik, sipas raportit të fundit të World Economic Forum. Ky vlerësim është bërë në kuadër të indeksit vjetor për zhvillimin e energjisë, i cili mat performancën e vendeve në bazë të 3 shtyllave kryesore: qëndrueshmëria, siguria energjetike dhe aksesueshmëria. Në kategorinë e qëndrueshmërisë, Shqipëria ka lënë pas vendet me traditë të gjatë dhe ka zhvilluar në fushën energjetike si Suedia, Zvicra dhe Franca, duke u pozicionuar në krye të listës globale për këtë komponent. Ky rezultat vjen në një kohë kur energjia po vlerësohet gjithnjë më shumë, jo vetëm si burim zhvillimi ekonomik, por edhe si faktor i rëndësishëm i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit gjeopolitik. Qëndrueshmëria përfshin elementë si përdorimi i burimeve të rinovueshme, ndikimi mjedisor i prodhimit dhe konsumimit të energjisë, si dhe elasticiteti i sistemit energjetik ndaj sfidave klimatike dhe ekonomike. Renditja e World Economic Forum përbën një sistem pozitiv për ecurinë e sektorit energjetik në Shqipëri dhe potencialin për të kthyer atë në një faktor kyç të zhvillimit rajonal dhe integrimit evropian.